Pas vitesh spekulimesh dhe thashethemesh, presidenti rus Vladimir Putin i ka zbuluar publikut për herë të parë apartamentin e tij në Kremlin, një hapësirë që zakonisht është e arritshme vetëm për ata që janë brenda rrethit të tij të ngushtë. Në videon e publikuar nga Daily Mail, presidenti rus shihet fillimisht duke biseduar me gazetarin Pavel Zarubin jashtë rezidencës së tij, e cila është në një distancë të shkurtër nga zyra e tij e veshur me ar. Po, ky është apartamenti. Siç mund ta shihni, nuk është larg, thot Putin duke ftuar gazetarin brenda. Pjesa e brendshme e apartamentit është jashtëzakonisht luksoze. Dhoma e ndenjës është zbukuruar me pasqyra të mëdha të praruara, llampadar dhe bime egzotike. Mbi një tavolinë qëndron portreti i Aleksandrit III. Divane me ngjyra të çelta mund të shihen në qendër të dhomës, ndërsa një piano e bardhë është vendosur pranë dritares. Gjithashtu vet Putin komenton se rrallë ka kohë të luajë muzikë. Në fragmente të tjera nga intervista e gjatë që do transmetohet në Rusi më 4 maj, Putin i tregon Zarubinit gjithashtu një bibliotekë prej drurit të errët, 2 dhoma gjumi. Ai kishte zbuluar në një intervistë më parshme në mars 2023 se negociatat e tij jo zyrtare me presidentin kinez Xi Jinping kishin ndodhur në apartamentin në fjalë. Fillimisht patëm një drek pune dhe pastaj e ftova presidentin si mik të na zhvendoste në një dhomë tjetër. Kam një apartament këtu në Kremlin, ku kam kaluar shumë kohët e fundit, duke punuar dhe shpesh duke kaluar edhe natën atje. Kështu që shkuam atje dhe të ulur pranë xhakut, duke pirë çaj, biseduam për të gjitha çështjet me qetësi, tha Putin atë kohë. Megjithatë, ky imazh i bollëkut është në kontrast të fortë me tragjedinë e ushtarëve rus, që vriten masivisht në fushat e betejës së Ukrainës, komenton media britanike. Sipas shërbimit të inteligjencës ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar, Rusia ka psuar humbjet më të larta të personelit ushtarak që nga lufta e dytë botërore, që nga fillimi i pushtimit në shkurt 2022, vlerësohet se deri në 250.000 ushtarë rus janë vrarë.